Dhe do me thonë ato xhamia që ata shkojnë falen gjuhën arabe, për pas namazit flasin gjuhën shqipe, kjo po mendon tash me bën një fe. Kjo është komplet sikur që kjo zhurmë që pitujmë lëvizja deçanit, edhe kjo është një farë zhurmë që zgjatet pak, edhe askush smirret me këtë. Pak, ta pyesmi çka mendon për lëvizjen e deçanit. Çka mendon për lëvizjen e deçanit? Edhe për konkretisht për lëvizjen për rikthem Arbrin, Belisarin, Enverin, Qusha, çka mendon ti? Prit, jam besoj se e kanë shpjegim edhe për ta. Shumica e shqiptarëve janë si unë. Dhe janë ku jam. Nguhet tash tuaj. Unë pengoj po në Kosovë dhe Maqedoni. Çfarë qëndrimi ka nevojë ky më dhon për lëvizjen e deçanit kur ata janë njerëz që janë kundër interesave të kombiton? Ani po, në ta thot qëndrimi. Po ku çfarë fakturë shtimi më dhon qëndrim për lëvizjen e deçanit? Qytetar burr, edhe un kam drejt në mendim. Hajde çka mendon? Këtu sikur unë personalisht ju them të ta nisi prej fillim të shekullit 20 të vitit 1912 kur oficerave sërb në Shkopja kanë ndërzu qesat administratës oficerat turk. 1912 është shekulli 20-a? Po të 1912, po të shekulli 20 është. Hajde. Ne jemi shekulli 21 tash. A jemi shekulli 21? Hajde, vazhdo se... A jemi shekulli 21, po. Ka buva kur gjonë këto, ka buva me shenë? Mirë ka karë këto. E, më falë, letë fole. Jep, të gojmë të arderin për se... Në 1912, kemi edhe fotografi, edhe prova, edhe foto. Janes më po dollë dhe mund së në zone e gare burë. Mu jo. A je prova kondër lëvizjes të deçanit të burë? Shkurt, po jo. Po, shkurt. Kjo ne, a je për. Unë jam frymëzuesi i kuvendit deçanit, kur janë nedha të burra në deçan. Çka je ti, ç'është? Frymëzues. Okej. Edhe sponsorues. Vish pak, ja të lutem, po xhonek, çto e kam fjalën, se keni ju. Prit, Arbër Goshin, a je pro lëvizjes për rikthem, a je kundër? E krejë. Edhe tash. Kuvendi i deçanit, se ka qenë kuvendi i deçanit. Në fakt kuvendi i deçanit. Janë ledh disa njerëz. Në kuvendin e deçanit me shpreh një paknasi. Po në stadium tani keni gjetë vendin? Vetëm pak be. Ç'është? Kuvend më brana. Vetëm pak. Vërtet. Po janë ledh çati me kallëzim. Ku kanë mujt? Po, paknasin. I kanë njek, si kanë lënë në vend, i kanë hiç po. Paknasin e tyre. Vetëm pak. A duhet me marr informatën e saktë? Po ne, po e dim na kemi çati tubimit. Po ti më, je të thonë diçka çka po dim. Po thu shokja është i zi. Ja, nëse shkoni me linçu njerëz. Po jo me linçu. Audienca le ta dëgjojmë me vëmendje se do të shfrytëzosh. Po. Prej kuvendit deçanit ka dalë 3 organizata. Po, a je pro a kundër o burr? Pe dim që kanë dalë. Lëvizja. Nuk jam unë kam lëvizjen bota shqiptare. Ka dalë tash. Dëgjoj. Ku prej kuvendit ka dalë organizata shqiptaria, ka dalë organizata shqiptaria, ka dalë lëvizja për rikthem. Lëvizja e deçanit dhe lëvizja për rikthem. Po. Unë as nuk jam në lëvizjen për rikthem, po kanë të drejtën e tyre me ushtruj mi thirr njerëzit, fenë e tyre ku besojnë ato. Është e drejtë e tyre, e qytetarëve tyre. Kur kush nuk e ka supermocin, ato e bën një aktivitet që shëbojnë edhe hoxhallar, edhe prift atje. Dhe kjo luftë nuk është e mirë. Prandaj e vetmi alternativë për shqiptarët është feja shqiptarit të shqiptaria. Kurse besimet janë ndryshme. Se ne jemi vllazën, një vëlla beson me bë keq, një vëlla beson me bë mirë. Pajtuan ato. A kupton, feja është manifestim. Me fjalën f, fillon germa fjalë. Kemi fekundim, form, fizik, foshnje, familje, femër, një shtet, pa një femër të shëndosh, nuk është shtet. Pajtuan ato besim. Shuplaka të zemën e publikës e të vjet. Po çfarë shuplaka vëllai, ne shuplaka. Ja, një shtet pa femër të fortë, s'ka shtet. Në rregull, ato janë diçka që mënohet pak a den. Po. Me zbukuru kësa të ka fundi, se së shka thot asgjë. Pse? E para, nuk quhet kovend. Kovendet jena tu ku i diskutu çështjet kombëtare, që kanë me interes popullit dhe kufeve. Që sot dhe më thonë ai Destani, që ka lënë orë të tëra në bibliotekat e Anglisë, hulumton dhe vjen në gjuhën shqipe na tregu se kush kanë qenë armiqtë e popullit shqiptar. Ky kuvendi i Deçanit, nuk kemi njerëz përveç se pensioner, njerëz do më thonë që janë të dështuar në jetën e tyre, njerëz të cilët kanë probleme me mira, probleme në familjet e tyre,